Selam aleikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Ta njohim të vërtetën. Jeni mësuar të takohemi bashkë çdo të martë prej orës 21 me neve dhe me mysafirin e nderuar që kemi në studio, profesor doktor Shevqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam wa rahmatullah barakat, mirësegji. Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft që çdo herë ndani kohë me qenë bashkë me shikuesit tanë. Të dashur shikues, numri i telefonit ku mund t'i bëni pyetjet është 046220022. Përndryshe emisioni përveç që transmetohet nga Radio Televizioni Iliria, transmetohet gjithashtu edhe nga të gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar, doktor Shevqet Krasniqi në Facebook, por gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s. Falja e sabahit tu lind dielli, thot një dëgjuese, nëse dielli lind 5:15 edhe ne zgjohemi nga gjumi ora 5, a me marr abdese me u fal shpejt, a duhet me prit derisa të lind dielli, se ka dëgjuar që nuk është e preferuar me u fal tu lind dielli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ka në hadith të vërtet se në 3 kohë ndalohet falja e namazit dhe varrimi i gjenazeve. Duke lindur dielli, pas të falës sabah, derisa të lind dielli, apo duke lindur dielli, kur është dielli në kupë të qiellit dhe kur është dielli duke perënduar. Por kjo është kur e bën njeriu për qef, pa pasë zor. Përndryshe, kur është fjala tek namazi farz, respektivisht s'ka dal gjumi me herët deri pak para se me lind dielli, robi ka obligim me një herë më qu, me marrë abdes shpejt, sa ma shpejt abdes me marrë, dhe me njëherë me hinë farz milanës sënetin e kametin e këtë milanë, drejt farz. Në mënyrë që me nxanë farzin krejt para se me lind dielli, ose minimum me nxanë një rekat. Ka në hadith pejgamberit sallallahu sa i cili nxan një rekat, pa lind dielli ka nxanë namazin, dhe ai i cili nxan një rekat para se me perëndu dielli, dhe në akşam ditë e 6, po ashtu ka nxanë namazin, sepse njëta vlen edhe për akşam. Ka flajt mas i qindis, ose ka harru më fal dhe ka dal gjumi apo ka ra mend 5 minuta para perëndimit diellit, 10 minuta para perëndimit diellit. Këtë rast nuk e pret me perëndu dielli, më fal pas perëndimit, më fal i qindin, por shpejta me marrë abdes e me nxanë bile një rekat. Thuaj ndryshe nëse da, robit të cilit nuk i del gjumi me kohë, kur do që i del gjumi, ai duhet me udhëzu me një herë dhe me fal namazin me një herë. Tani, nëse veç ka lindë dielli, nuk ngutet me abdes nga dalë, e fal senetin, tani e fal farzin. Nëse është afër me lind dielli, e fal veç farzin. Nëse është të lind dielli, shpejtën prapë për fal së shpejt farzin. Po. Një dëgjuese nga Gjermania thot jetoj në Frankfurt, e dashta me ditë distancën e kohës mes të akşamit edhe yatsis. Sa orë kanë diferencë? Nuk është me orë, e punë. Me punë nuk është me orë, sepse në dimën e verës koha ndryshon, zxatet. Zxatet nata, zxatet dita. Krejt nata verës është 5-6 orë. Për derisa dimnit është 15 orë, 18 orë, diku. Por falja e yatsis me sunet që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kur perëndon edhe gaba shafaq, kur perëndon ky shafaq. E tani ky shafaq, ulemat janë dy mendime se çfarë është për qëllim. A është për qëllim pas të perëndon dielli e skuqet, përfundon që e skuqe diellit e fillon yatsia, e që është koha më e shkurt, apo pas asaj perëndimi diellit, pastaj skuqet qiell nga ana e perëndimit, perëndon dhe pas një kohe zbardhet pak dhe kur edhe zbardhja humbet, e që është më vonë,
i bjen ma gjatë, ka divergjenca mes ulemave. Së këndimi, për namazin e akshamit, ulemat të gjithë janë shumë më strikt se sa për namazet e tjera. Andaj robi duhet të ketë kujdes shumë që në maksimum të përpiqet namazin e akshamit mos ta shtyj. E jatsin ta shtyj pak. Jatsin ta shtyj pak për pas nëse falet jatsia me xhamat. Për ndryshe ta shtyj jatsin pak. Është e preferuar jo obliguar. Tani në këtë kohë të sodit më së miri është më bazona për takvime. Elhamdulillah, ta lehtëson takvimi edhe ta hjek përgjegjësinë tone. Sepse ai merr me sipër. Sigurisht se për shembull, nëse ne shkojmë dikun me najt mysafir, në një banesë, në një shtëpi. Dhe natyrisht ne nuk e kthyrëm ka polin ka përëndon dielli, por kthyrëm rrugën te dera hina mrena. Vi koha namazit dhe ne pyesim Zotin e shtëpisë, ka i bie kibla, thot këndej. Ne i besojmë dhe falemi. Po ndodhi dhe ne fërmej gabim, apo e kuptuam asandej se na ka fërmu gabim, nuk e kemi obligim me përsërit namazin. Pse? Sepse ne ka i besu atina. A e ka marrë me sipër, çështjen tonë se përket drejtimit nga kibla, ai na kanë qaf neve. Ne se kemi obligim me fal prap namazin. I besojmë njerëzve. Edhe të takvimat, i besojmë njerëzve, falim me takvima dhe kryjmë mesela, i ma qetë shumë. Ma qetë është. Është lehtësim për njerëzit. Po. Një dëgjues e pyet thot nëse nana ma ka ble një lirë me mundim edhe me sakrifica. Thot unë prej dhimbjes, para se më ble, i kum thonë mos ma ble se i laq me më ba nuk e vnoj. E thot tash që nana ma ka ble lirën, qysh me vepru, thot unë jam në një farformë është betu që nuk e vnën. Thot qysh me vepru tash se nana po mërzitet shumë që po më shet që nuk po e vnoj lirën. Sa je veç e ka ble. Po ti nuk e betu s'ke bu be. Të veç ke thonë më bëj lash, nuk e pi, nuk e vnoj, nuk e ha, ke nuk e be. Po thot edhe jam betu, nështë edhe... Ja, nëse është betu, kur gjë merë, i nazën e vnën, i ushqen dhe të fukara. Kër njeriu, shëqa, kër njeriu betohet për diçka se nuk do ta bëj. Dhe më pas e shef të udhës me bë. Për shembull, thot nuk e vnoj këto nazë për jetë. Wallahi nuk kam e vnu, andaj mos ma blej. Ose wallahi nuk e marr, mos ma jep, dhe të nanës vetë, se ka që jep një pa nanës. Dhe nana ngull kam në vetën, nuk të nërën mendje, jep bjes vetë të nasën. Tani kjo është mes dy zgjidhjeve, ose me rujt me mbajt betimin e vetë, e që bije, mos me vnua u nazën, mos me mbajt u nazën, por me hatru nanën, nana preket, ose me thy betimin, e me bartu nazën, e me knaq nanën. Cëllën e vepran, e thën betimin. E mbanu nazën, apo e veshën, e vnënu nazën, dhe e knaq nanën, e gëzën nanën. E që me bëjt për që ka thi betimin, për thyrën betimit, dohet me ushqyë 10 të varë for, me 2 shujtje mesatare, ose me veshat 10 të varë for, nëse nuk e gjendë parën as dyten, e treta është me gjithë të rabiliru, s'ka mundësi këtë ku me gjithë rëbë, pra nëse se gjendë parën as të dyten, s'ka mundësi ka lënë të ka gjerimi 3 ditëve. Por, të ka gjerimi 3 ditëve nuk kalohet pa shikua ke mundësi me ushqy dhe të fukara. Andaj ke ushqy dhe të fukara, edhe asgjë në rregull është. Betimin e thënë, vazhdon me bajtë nazën, e ushqy dhe të fukara dhe kaq. Edhe kjo zgjedhje, elhamdulillah, pejgamberi ka lënë këtë zgjedhje kështu sallallahu alaihi wasallam. Allahu me Kur'an, pejgamberi me hadith, ma di pejgamberi vetë ka thonë, me gojë nuk ka diçka që kam bëj diçka dhe kam pa se e kundërta është më mirë e që se kam vepru dhe se kam thy betimin e pastaj me pagu kefaret për betim. Po. Një dëgjues thot udhtoj Gjilan Prishtinë shpesh herë. A më lejohet me shkurtu namaz? Jo. Ja nuk lejohet se Prishtina dhe Gjilani janë këtë 35 km. 40 se kanë. Ferizaj, Gjilan, Mitrovic, Podjev, Drenas, Malishev,
Rahovec. Nuk është këto namazë. Namazit për Prishtinë nëse pejktuhit, o të tanë, nëse shkon pej, Gjakov, Deçan, Prizren, Kaçanik, ose atje në këse qa kekje në Dragash, e qenë 80, 75, mi 70, ban. Inshallah. Ndërsa 3-4 kilometra, kjo është gati si paralaqe. Po. I kom shku vesht për migren, thot edhe nuk po muj me mor abdes. A kom gjuna që s'po Ja, falë. abdes merë nuk ka dërtë. Që s'po falë? Ja, gjuna ki s'falësh. Për që ke s'po vesht, së në lagë vesht, veshtin në lagë që atë pjesë që ki mundësi. Pas e veshën në senet nuk ka farës me lagë. Njëri më në falët dhe pa i lagë vesht, sen s'bahet. Namazin më falë më pendu të zote që ke lanë. Se ke arsye ti pse ke s'po vesht, po priton më falë. Vesh, ja nuk është arsye ja. Po priton më falë, ti ke s'po vesht e le namazin, po më thy kamën që ka bën? A dorën, nuk lehet namazin, jo musliman. Namazin nuk lehet për lëndime trupore, pa për ndonjë operacion dhole ku ta di nuk lehet namazin. Fakt namazin nuk lehet për kur gjë dhe asnjëherë nuk lehet namazin. Por ndryshon forma e faljes së namazit, ashtu sikur se që ndryshon forma e abdesit. S'ke mundësi me fërku e veshin, se fërkon heq. Ke mundësi me ra përmime dur të lakti bjen. E ke fashën në dorë, s'ke mundësi me hjek, sepse s'ban me hjek, im shën mi fash. Ndryshon abdesti. Forma, mënyra, ndryshon e forma faljes, por nuk bie, namazin nuk bie. Po. Një dëgjuese thot jam majtake, punoj me të majtën, kritë punë t'i kry me të majtën. Më ushqy, thot natyrisht ushqena me djathën, po për punë e kom shtirë, thot po më pengon shumë. Në rregull është, ja, më s'pengon, ja. Më rëndësi është me hangre me pi. Se të hangë që të pesh me dorën e djathë në rregulli, se lavë. A prishet abdesi nëse i japim gjith fëmijës? Jo, s'ka arsye më prish. Nuk prishet. Nëse s'marrim gusull në formën e duhur, a llogaritemi të pastër? Po, nëse ujtë në ka prejnë këtë trupin, nëse ujtë në ka prejnë këtë trupin, tërë trupin ton, konsiderohemi të pastërt. Po. Sepse me rëndësi është që me të prejkt ujë në këtë trupin e robit. Tani a hën në ujë, njeri ju më la, në hën lëm, a hën tosh, a lahat me senet, a pas senetën që është tjera, e rëndësishme është robin me prejk ujë në këtë trupin e tina. Kaq, numërohet e pasër inshallah. Nana ma ka kallëzu një sekret për familjen e saj para 10 vjetëve. Thotun e pahiri i kallëzova motrës vogël. Tash po nina shumë në faj, çka munde me ba? Kur gjë? Me tha nanës, mi kallëzu... Nana ka vdekët. A, kur gjë? Pse lathë? A mundet hoxha me na i tregu ndonjë lutje prej Kuranit ose Sunetit që i lehtëson vështirësitë, brengat edhe hallet e dertët e kësaj jete? Doja e largimit të brengave, doja më e mirë, e që e gjenë në mbrojnë e muslimanit. Doja, biledhet e të Allah, doja e largimit të brengave. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ولم أحد من خلقك واستأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفيع صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. Nuk ka kush që thot këtë që e largon Allah atë brengë dhe atë shqetësim që ka. Është doja më e mirë për largimin e brengave, ngarkesa psikike që ka njeriu. Gjithashtu, hasbi Allahu ni'mal wakil, hasbi Allahu ni'mal wakil, la hawla wala quwwata illa billah. Ai cili ka ngarkesa, ka stres, ka presion për të tjerëve,
shtypje për të tjerëve, që kjo është për nëse presion një të kuptim, është mirë me përsërit sa më shumë, me thonë la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah, hu ni'mal wakil, hasbi Allah, hu ni'mal wakil, hasbi Allah, hu ni'mal wakil. I shpeshton robi këtu, subhanallah të shiletohet robit. Sepse me këtu lutje, me këtu dua, i mbështetesh Allahut, i drejtohesh Allahut, i alen dorë Allahut, kërkon prej tina që ajmet me çlirohe, ajmet i qafësh ato presionin ngarkesa që i ke, psiqike, fizike, materialet të tjerë, për të tjerëve. E Allahu i përgjigjet e robit kur i lut. Po. Një dëgjuese thot, kam seher, mësysh edhe zili. Shpesher dëgjoj zana edhe bëj veprime që ma vonë më vjen turp prej vetes. Pe kom të pa mundur me shku gjithmonë në përrokje, çka mundem me ba vetë se po tut na ka njerë prej vetes. Mi bo vetës rokje. Mi bo vetës rokje motër, tash në këtë sodit në përmjet YouTube se internetit mund me bë rokje vetë vetës, ose me kap Koranin, me lezu surat, me lezu me bo vetë vetës rokje, ose pa marrë Koran pa përmensh Fatiha, Ayatul Kursi, kullu Allahun 3 herë, kullu Rabbil Falaq, kullu Rabbil Nas 3 herë, me bo rokje vetë vetës. Po. Selam aleikum, dashta me pyet hoxhën, më kanë vdek 2 vajza, njëra në muajin e 5 e tjetra në muajin e 6. Këtë vajzën e dytë e kom lind gjallë, po ka jetu veç 26 orë. Sa kom duhet me majt zithët edhe a bën me prej kurban me njet për to. Sa ko që do majt? Zi, po thot, a duhet me majt zi. Për vlada? Po. Zi nuk matë për askend, për pas për gruja për borën 4 muaj e 10 dit. Për të tjerë, deri në 3 dit ban, mi 3 dit nuk ban. Për të tjerët, për vajza, për baba, për nane, për kënd të qoftë, deri në 3 dit lejohet me shumë, se sa 3 dit nuk lejohet. Dhe kjo është me hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin yahudda ala ahad fawqa 3 illa ala al-mar'ati li zawjiha 4 ashhur wa 10. Nuk e lejohet askujt me majt zi mbi 3 dit, për pas gruas, për borën e saj 4 muaj e 10 dit. Për qa majt zi? Ka dik vajza mërzitesh natyrisht, kanë, por qa majt zi? Po nëse vazhdon majt zi, e që nuk është kuptime majt zi më vesh me të zeza, dhe në 3 dit ma shumë jo, nuk ka të drejtë. Po. Një dëgjuese thot, shpesher i lutem Zotit me vdek prej hallave dhe derteve të mdhaja që i ka në dynja. Kjo muslimani ligë është. Kjo është muslimani ligë. Ajtë se li lutet, Zotit më pra shpirët për të lashë, se në është muslimani ligë. Yes. Të lutë Zotit me të zgjidha të me të jeka të lashë, me të zgjidha të probleme, se sa me lutë Allahun, e ju me lutë Allahun, me ta marrë shpirtin. Pa më që Zotit më shumë. Në parim, kërkimi e vdekjes për të madhe të Zot nuk është i preferuar, ani pse është i lejuar, por i kushtëzuar. Për ata është cekni Imam Bukhari, ka një kapitull atje, titull, ku njeri e shpreson vdekjen, shpresimi i vdekjes, kërkimi i vdekjes, dhe se e hadithin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi thotë mos ta shpreson as kush vdekjen, por nëse pa çare, mos ta kërkon as kush vdekjen, por nëse është pa çare, feliqul, nëse pa çare, pra i ka ngushtu fort jeta, o Zot. Nëse jeta ime për mua është hajër, me bën të jetoj. Ndërsa nëse vdekja ime për mua është hajër, atëherë më mërë shpirt. Pra kushtëzuar. E jo me këm gullë, Zot mërë ma shpirt, Zot mërë shpirt, Zot mërë shpirt, nuk banë ashtu më lutë.
sepse Zoti din kur ta merr shpirtin dhe din pse po të lën. Je kam të lashe, anë den të lashe dhe sprova ngritet trupi. Të në dynja je. Apo e din që je në dynjat. Je në vendin, në kohën, në botën e të lasheve. Po tjetë kanë ma pak, po dhe që ka dhe tjetë që kanë ma shumë se ti. Ka që kanë ma pak se ti, ka që kanë ma shumë se ti. Sia se para se mrama, se para se mrami. Të lashet e spastrojnë robin, e filtrojnë robin, e qirojnë, e pijekin robin, e pijekin, e forcojnë, e ngritin, avancojnë. Tani ko ka të keq këtu? Këtu nuk e të natë mira. Robi cili është sprovuar me të lashe, nuk është i njëjtë me atë që është pa të lashe, kjo është me i pjekur. Kjo është me i matun, është me i kujdesshëm. Din më gjinë para sfidave që bëllafacion të armën me to. Pastaj është shtu sabri, është forcu, dhe si rrjedhë është forcu në din, është ngritë Allahu. Dhe çfarë do sfide tjetër, më lehtë të përballan. Arrin në mësot të tjetë me konë shambë dhe mose për të tjertë, qoftë në pleshni. Krejt kjo, duke mëse të sekur të mirat, apo mëse harruar të mirat, që ka në heret të Zotë e të kofshin falë. Kur robi me sprova arrin në një drejgje një shkallë, sa që esën të shka në hadith pejgamber salsën, jem shjele ardë, o lejse fi i khatije, esën të dhe asin gjëna së të kanë te. Asin gjëna nuk është në te. Pra është, i fshin gjëna të tanat. Imaginët, i ngritë Allahu lartë në rejgje. Ditën e kiametit pastaj, ku del para Zotit, shpërblim të madhë, shpërblim në madhë, shkak prova, sprova që ka pas, ka thët, o Zot, për të kështë që njëta jam këtë sprova. Pjesë e sajna gjithashtu, a nuk është turp marrë për Zotit, që robi tjetë ka që ligë, e mës të dëroj, mës të dëroj të lashët e dënjas. Marrë, të ka që Zotit dëroj. Ama shumë pa atom një të lasha pejgamber të Zotit. Por asë një për ty nuk kërkoj o Zot mërë ma shpirtin, mu se kam shumë të lashe. Asë një. Andaj, e shaf se në fund nëse përmbledh krejt kuptimit të sprovave dhe studien analizën nga të gjitha kandet, e shaf se është hajrë për Europin. E ta në ndalim të një hadith tjetër, ku punë të muslimanit janë hajrë për të krejt. Të mira dhe të këqijat, hajrë dhe shërri, që ati duke të shërë, dhe sa Allahu e bën për robën ata që është me mirë për te. Gjithër me mirë për te, edhe nëse robët i duket në sytë tina që nuk është e mirë. Po. Të dashur shikues, shkojmë një blok të shkurt marketingu të rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymë Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem sërish në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, po vazhdojmë me pjesën e dytë. Çka mundem me bë, thot një dëgjues, nëse kur gjës po më hec mirë? Mirash hada salam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo kur gjës po më hec mirë, dhe varet çka të konsideron që s'po të hec mirë.
Çka të ka marrë thu? Dikuj për shembull e merr thu biznesi, dikuj na shëndeti, dikuj na telashe të shtëpi. Edhe insani është i prirë është robi. Mjë rrit, mjë zmadhuar, mjë duk të randa, problemet, telashet, sprova, sa do të vogla këtë qofshin. Dhe përballë saj, i harran të mirat. Krijuar është i biri Ademit kështu. Të mirat i harran rralli kujtan. Rralli kujtan. Për shembull. Imagjino një njeri e ka përcjell smundja prej që lind, bëhet me ditë, det vdes. Na për mjek. Ose e ka pas ndonjë tmet. Ama se ka pengohje met ku me ditë sa. Por e ka shqetësuar shumë psikikisht. Dhe është dukur atina se asnjë të mirë se ka kon. Apo sikur se mi pas belat e dynjas. Apo sikur se kur gjës pëjes mirë që është përrek në dëgju se këtu. Mirë, kur del para Zotit. E ka bëdal para Zotit. Dhe pyet Allah Azza wa Jalla, o robi jam, pse isha aq i dëshpëruar në jetë? Isha o Zot i dëshpëruar sepse e pata njënën ka ma të shkurt, sepse belbizova nuk dësha me folë mirë, sepse isha shëmtuar, sepse ku diun, do një të mirë që ka pas, apo do një penges në një shqetësime të tjerë. Ta një robi jam, për një sprovë që ta dërgova unë ta më dërgova të e beskardh, o fokusove në te, dhe jetove me atë sprovë të vajtu të e kajtë, ta një jetë plot, e harrove të mira që të kam dhanën e, që kështë botimi të kanë marrë metë, këshin kesh njëzët me ty, po me të kanë marrë sytë, po edhe veshtë, po edhe durët, po edhe kantë. O robija, a nuk ta kam dhënë dinin, po Zotia. Ka pasurimat madhe se sa dini? Jo, nuk ka. E qysh krej këtu i harrove, e shkove fokusove, në qatë sprovë që ta kam dërgu, dhe u dëshprove. Qysh? A nuk i vjen marrë robit ditë kiametit me pyjtë Zotin këtë formë, apo në gjajshëm, e tani qa me thane i Zotit? E them këta sepse kur thot njeriu, s'po mes kur gjë mirë, të rëgëm e ki dinin e Zotit. Po, e që s'po tis mirë kur që. Pasani më e rëndësishëm ty po tes ka mirë. Po ke më rëndësishme është. Po ke s'ka të paguar. Krejt i tjerat në nënteja. Në nënteja më pra, asë i mirën, të rësan që na ina të dëpë për nësh asë që i mirën, parasysh ata që bëhet la për tu. Kura përbal dine fjalla. A është dini shëndosh, e kam imanin, e praktika islamin, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Dini. Me të ki, po Zoti jam. Po bela atutësh që pa të vratë kështë e vlata, po ta kënda pëngru në thmina, jo Zoti jam. Po e kje këte dhe këte dhe këte, po të paske, sa dusht mira. E tani po thu, kur gjësë më shkojnë mirë, të pësha sa sanë po të shkojnë mirë. Të pësha sa sanë të shkojnë mirë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kësa rastë neve nap një lloj, një rregull nap. Po na mëson një rregull që ne të veprojna me te. Kur është çështje për keq, këqyra ata që janë nën ty. Këtë rast të sprovat që ata që janë nën ty. Për shembull një nana se te ka vdek djali, ose një gry ka vdek burri. Çka bën ajo? E vajtë, ka dalë, se nuk ka nalë dielli, ka dalë. Po me të më ka gjithë mu, se ka gjithë kërkan, se te pare me të pa burra.
po me të kanë dek e vlat. Po me dek burë me vlat krejt. Po me dek burë dhe vlat dhe ti me qëllu bashkë me ta në atë aksidenta, në atë rast, në atë bela, dhe ti me met gjytërëm, me met në kolic, me met të paralizuar. Asë kanë marana. La ilaha illallah. Pra, në sprova, shiketa që janë nën ty. Ndërsa në gëzime sa në të mira, shiketa që janë mi ty. Që më së thonë, unë jam i miri, unë jam i gjemërti, unë jam as fetari, unë jam as takvaje, ka dal. Qërta që janë mi ty. Kur të shikesh ata për shembull thonë kum bë Kur'an një herë më bëj hatë një herë në vetë, mashallah, sa mirë. Edhe të hinë veçan qefën në hoj, kum bë shumë. Kur të shikesh dikën tjetër, po ti, thotë në çdo muj kanë hatë me bëj. Çdo muj kanë hatë me, po. Këti bje marrë me fol tani më. Do të jo larë, këna, s'po bëj ka me fol, heq! Punë të hajrit, qërë ata që janë mi ty, punë të liga, qërë ata që janë nën ty. E më sëngut më thanë, s'po me s'kur gjë mirë. Ecë, s'prova, ecë. I letën Allah, Azza wa Jall. Pasë e nashta Zotë e ka zgjidhur që ashtu. Për dikën që jeta e njeriut është rrezik i Zotit. Mirësitë e dunjas janë rrezik i Zotit. Rrezik. Mirësitë e dunjas. Rrezik. Dikuj Allahu këtë rrezik e vështirëson, dikuj e lehtëson. Ati që e lehtëson, ka urtësi pse e lehtëson, ati që e vështirëson, ka urtësi pse e vështirëson. Dikush do të më lyp shumë me punu shumë, me fitu pak. Dikush do të më punu shumë pak, me fitu shumë. Shembull tjetër. E që jam e kuptu se Razzaq, fornizues është Zoti, a jep kujt dën se të tanë. Këti me pak i dha shumë, e dim pse i dha. Po këti me shumë pun i dha pak, e dim pse i dha, nuk e pse i dhimt, e pse s'ka. Por këtu në urtësitë Zotit, te bareke ve teala. Urtësitë Zotit. Fund janë, përthekaj këtu, thuj janë sprova, për në sprova në Allahu, me varfërin këtë dënja, me të lashën këtë dënja, ka me në ngrit në heret me emër të Zotit. Ka me në ngrit në heret me emër të Zotit, sepse kjo është ligjë Zotit. Të shumë evlija dhe me qëtëti, me i sprovun këtë dënja, me i shtrydh këtë dënja, me i që belat ndryshme këtë dënja, në mënyrë që me ngrit lartë në botën tjetër, kur dalim para Allahut. Po. Një dëgjues thotë kam dëgju ose kam lexu dikun që pejgamberi alayhis salam nuk e ka lënë Aliun të martohet me gru tjetër sa ka qenë e gjallë Fatime. Po. Çashtu është, çka të keq këtu tash. Po çashtu është, pa ajo Fatime. Ajo është Fatime. Po kjo nuk do të thotë që nuk i lejohet burrë të marrë grua tjetër. Pse ka të martuar në filan. Kjo është enkas për të dhe kaq. Po. Ko vendosat me bashkjetu me gruën në Zvicër. Që bje kjo? Ta shka ka llogarita i bashkjetes. Ja, gru, thush gru, çka ku ne thu gru ti? Nëse thu gru, asaj që ki gru me një qa, ti s'kene me thënë bashkjetu, po thuj me jetu. Po nëse me ndonë që me marrë një vajzë nu dhe dikon që atje, ose po të bashkjetojnë për rrim bashk, kjo nuk ka martesë. Kjo është zina i moralitet. Vetëm se e legjitiman para njerëz që me ngarku hala ma shumë gjunahun. Bashkjetesa pa kuror, që shëbojnë shumë njerëz, ajo është për harameve të mëdha, më të mëdha se sa zinaja. Sepse zina, zakonisht njerëz kur bëjnë zina, kurvëri, më fani shprehje, imoralitet, bëjnë msheft. Ndërsa kjenë bashkjetes, bëhet haptazi. Nga se për të rëgën dë njastit që në flemi filan vajzën, apo vajzën flemi filan djallin. Kurorë sjena, po flena, që e bje kja, po bëjmë zina. Edhe këtë dë njast për kalzojna. Së këndemi, haram është të dëfishuar. Dhe futet në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kullu ummati
muafen ilal mujahirun. Krejt umetit tim i falen gjunahet, apo ka mundësi, është kandidat mi falë gjunahet, për pas atyne që bëjnë gjunahet haptazi. Haptazi, kjo haptaz për banë. Runë në zëtë. Andaj është mkat i madhë, shumë i madhë, është më madhë se sa thjesht zinaja. Bashkëtesa e jashtë legjme, pa e bëni qa, është haram më i madhë se sa zinaja më banë e menda më se harrani, dhe mos dyshanin këtë. E tut një zotit, se ma nëzinë zoti ftyrën, pe haramit, ta nëzinë zemrën, ta prishi jetën, qënë fëkarallak, e smundje e bela, dhe ta mush varrën pletë zjarë, para se më dalë para ti, e me të ngre zhake me qënë zjarë. Do që zotit, nuk ka të drejtë muslimani të bashkjetoj pakuror me asë një grua. Sikurse që nuk ka të drejtë asë një grua të bashkjetoj me ndonjë burr pa një qahë. Bënë një qahë, tani ndash bashkjetën, ndash bashkjetën, ndash quaj qysh të dush. Por me kuror me një qahë, që ka lani madhe Allah, të bareke o ta'ala. Po. Do më thonë, ka bo pyetjen edhe thot, vazhdimi i pyetjes sot në atë banesë ka jetu një plak, edhe banesa është shumë e vjetër. Po kam frikë, thot, mos ka diçka të... Gjin. Po, edhe qysh me vepru. Që e njëjtja? Po, edhe pse përderisa ka thonë, ko mendos me marr gruan, ndoshta ka pas fjalën prej Kosovës, edhe me jetu bashkë. Tamam. Po mendoj që... Në shtëpi, kur hen sefte në ndonjë shtëpi, në veçanti nëse tutet që ka qenë vjetër dhe kanë banu gjend, lësho surën Bekare. Lësho surën Bekare, disa herë radhazi. Në herë nditje, disa herë nditje, lësho për ditë, surën Bekare. E nëse ka gjëna të atë largohen domosdoshmërisht, sepse s'mund të qëndrojnë atë ku lexohet surët Bekare. Dhe kur të hapësh derën në një vend, është mirë edhe në shpitane kur të shkesh. Por në veçanti në për shtëpia të vendet huja, shtëpia të huja të pabanuara, apo të banuara me njerëz të huj, apo se kanë më të dikush për një kohë të tjerë, me thonë Bismillah, Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Mënyrë që me qeni mbrojtun për nëse ka diçka të keq aty. Pra, lësho surët Bekara në atë shpit disa herë, largohen me emër Zotit. Nëse ka diçka. Po. Çka do më thonë nëse lepri ta ka lënë rrugën çdo ditë sa herë shkojsh në punë. Herë thot është një lepër i bardhë, herë i zi, po mu ka bërë shumë vezvese. Të ka bërë shumë vezvese kur gjë. Më nësh me nëzanë që atë libën se nëzanë, me prej me hanguar Bismillahirrahmanirrahim, me thirë me Bismillah, po dhe me pro të shpija me thonë, po më vjen të i bëj qas për hipin kërë, po më delë për para, edhe e pruna të shpija, në herja fala, dy herja fala, së më këtë dalë, Bismillahirrahmanirrahim, ka prej edhe he, edhe bërja të shpijarë për shpis. Një dhe gjuhës tjetër thot, ne që jetojmë në gurbet, edhe na bjen shumë rrallë me ardhë në për shtëpia. A lejohet me lëshu Kur'an që... Nëse arrin me lëshu në mënyrë digjitale, prej atjet po, në rregull është, lejohet, edhe është mire po. Nëse arrin në digjitale me lëshu Kur'an pe i përëndimin të shpëtanë që ke këto. Po mirë është e po. Me lëshu nga një herësorët Bekare më këndu krejt, mirë është. Nëse mësojmë Kur'an, thot, a kemi ma shumë sevap na, apo arabt? Kur'an është Kur'an, mësimi është mësim, sevap është sevap, por ne mund të kemi ma shumë sevap për shkak të rrethanave që jetojmë, ku është më vështirë me majtë fejnë, pastaj fakti që gjuha arabe nuk është gjuhë e jonja, dhe ne dohet me dyfishu mundin për pjekjen, për të mësu shkronjat, shqiptimin, lezimin e të tjerë, pasaj lezim dhe se kuptojmë. E të në këto kanë inshallah efekt, kanë sevap shtesë, inshallah, ta'ala, shpresojmë të Zoti. Po. Dy studenta pyesin, thonë, do të shkojmë në Gjermani për të punu me vizë studentore. Thot, po vendi ku do të shkojmë, nuk ka xhami afër, do të me udhëtu 134 kilometra larg për me shku me falë gjyman. Edhe kjo po është një pengesë këgja e madhe që na peshohim si pengesë. A e kemi obligim, thot, me bë këtë rrugë për me shku me falë gjyman,
apo mundemi me u falë vetëm natë 2 në Nuk e keni obligim shkon falë gjëman 130 km, por e falni të shtëpia dreken bashkë edhe kaq mjafton. S'ke nevojë më shumë kur gjë. Cili është dhikri më i vlefshëm që mund ta bëjë një njeri? La ilaha illallah. Pejgamberi me hadith ka thonë: "Afdalu dua, alhamdulillah, wa afdalu dhikr la ilaha illallah." Dhikri më i mirë është la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Për fjalën la ilaha illallah është krijuar toka dhe qiejt. Për fjalën la ilaha illallah janë dërguar të gjithë ata pejgamber. Për fjalën la ilaha illallah ka zbritur të gjitha të libra të shenjta. Kështu që nuk ka fjalë më të ëmbël, më të shtrejt, më të mirë, më vlerë, se sa fjala la ilaha illallah. Po. Një motër thot ka sprovu Zoti me fëmijë smur, thot ka raste kur lodhna edhe me nxim rrime me ju nejt gati. A kam shpërblim ose a mundet hoxha me mi thonë do fjalë motivuese për këtë sprov që më ka godit? Kam një djalë të smut? Fëmijë, po. Oj motër, Allah ata që dënë në sprovon. Mos harra se Allah i madhruar ndoshta në përmjet kësaj sprove që ta ka dërgu ty dërë me të ngritë shumë lartë, madje në xhenet me të qu shumë naltë. Dërë me ta përgadit një vend ku ti nuk kishe arritur me punë tjera me fituat gratë lartë të Zotit. Dhe jo vetëm ti, por edhe të tjere familja jote. Ne në gjuhën tonë dhe natyrën tonë, me mendjen tonë nuk themi, se s'mund të themi, por në fakt fëmija me smundje është dhuratë e Zotit për me të ngritë ty Allahu lartë. Andaj robi i mirë dhe i devotshëm i konsideron dhuratat e Zotit, që Zoti po e veçon atë me diçka që s'ka veçuar të tjerët. Dhe lodhjen tonë, mundin tonë, ngarkesën tonë të psiqike, fizike, shumë të pagunë Allah, shumë. Shumë të pagunë Allah. Andaj rruga jote për xhenet është shumë e lehtë nëse fal farzët e Zotit. I kryen farzët e Zotit është shumë e lehtë se sa rruga motrave tjera. Është dhuratë e madhe, është kënaqësi e madhe, është sevap i madh. Gradë e lartë e Zotit. Një nan sa të është gjallë me përkujdes për një vlat. E përkujdesja e nanës dhe e fëmijut nuk parazohet me asnjë përkujdesje të kujt do qoftë tjetër. Andaj dhe sevap është i veçantë. Allahu ja Rabbi, të shëroft të evladët, ty të ruajt, e të forcoft, e të ndihmoft, e të ngrit lartë, e të spastroft për gjunaheve, e të bashkoft me ta dhe me ta që tjerë që i dënë, e në xhenet ja Rabbil Alamin. Amin. Cili është shpërblimi i dhurimit të gjakut, edhe a ka të drejtë dhuruesi me marrë fitim nëse dhurohet caktuar? Me dhuru gjaku është sevap, sepse ki qëllim i ndihmu njerëzve, ofrimi i ndihmës së tjetrit është ibadet e sevap e sadaka. Por marrja para për dhurimin e gjakut është ndaluar. Është ndaluar. Nuk ka të drejtë asnjë njeri që ta shes asnjë pjesë të trupit të tij me para. Edhe flek si flek nuk bën shit me para. Edhe gjakun nuk bën me dhënë me para. Përpos nëse ta vetë dhurat diçka është çështje tjetër. Nëse ta dhurat diçka është bën me marr. Por të nuk shkon për me njetë për marrë dhurat, as me njetë për marrë para. Shkon jap gjak sepse dënë ndihmu të tjerëve. Ta qenë Zotin në dhurat, në ish problem e merr. Po ti nuk bën me kërku kur gjë. Profesor Allah të shpërbleft. Faleminderit. Zotit nderoft për kohën.
Inshallah takohemi prapë të martën tjetër të dashur shikues. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me neve. Zoti ju rujt, ju pas amanet. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.